Gafore, kjo video është për ty. Përshëndetje, unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një gujtë të përgjithshme për energjinë kolektive të shenjës së Gafores për vitin 2026. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin prej jush. Nëse doni gujta të personalizuara, duhet më shkruani në mesazhet private, dhe nëse kjo gujtë rezonon me ju dhe doni të suportoni punën time, keni një link në bio. Para se të kaloj tek kanalizimi i gujtës për ju, dua t'ju them paraprakisht që ndjeva një qetësi të thellë në energjinë tuaj, ju se nuk jeni të ngarkuar, ju se nuk jeni të lodhur, ju se nuk keni kaluar shumë sfida, po keni kaluar aq shumë vitet e fundit, sidomos 16 vitet e fundit, sa që jeni kështu si të dorëzuar, po jo në atë kuptimin të dorëzuar si të mposhtur, po të dorëzuar për ta lënë energjinë të rrjedhë vetë dhe çdo gjë që duhet të vijë tek ju, të vijë natyrshëm dhe pas forcë nga ana juaj dhe duhet ju komplementoj për këtë gjë, sepse kjo është forma e vetme se si gjërat e mira do vinë drejt jush, ku ju dorëzoheni butësisht tek një plan hyjnor më i madh se sa ju dhe ja lini në dorë Zotit të sjellë gjithë gjërat që ju meritoni. Momentalisht ndiheni si të thuar, si të dyzuar, pak si të shkëputur me intuitën tuaj, lidhur me intuitën tuaj, sepse intuita juaj është, si të thuash, busulla që ju bën juve të ecni para në jetë dhe të realizoni të gjitha ëndrat dhe qëllimet e juaja. Një fillim i ri do filloj dhe ju e ndjeni këtë gjë, intuita juaj ju ka treguar, ndoshta disa prej jush mund të shikojnë dhe vizione të së ardhmes së tyre, disa prej jush mund të shikojnë në ëndra, diçka e re do ndodhi, dhe kjo ndjesi e brendshme, kjo dije e brendshme çka ju dini për të ardhmen tuaj, ju ka dhënë edhe këtë qetësi që ta besoni planin hyjnor akoma dhe më shumë. Por ky kapitull i ri kërkon nga ana juaj që ju të merrni një vendim, dhe këtë vendim nuk duhet ta merrni me sy hapur, por duhet ta merrni me sy mbyllur. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që mbyllni syt, ndizni intuitën tuaj, ndizni zemrën tuaj dhe krijoni një lidhje midis zemrës dhe intuitës, dhe lërni zemrën t'ju drejtojë tek rruga juaj e duhur dhe tek sjellja juaj e duhur. Lërini ujërat përreth jush të qetësojnë, lërini stuhit përreth jush të qetësojnë, mos i jepni, si të thuash, benzinë më shumë zjarrit brenda jush, po qetësojeni atë. Ju keni një energji shumë të bukur këtë vit, jam shumë e lumtur për ju. Gjithë gjërat që ju ka ndodhur këto vitet e fundit nuk ka ndodhur kod gafore, ka ndodhur që ju të nxirrni mësime të thella karmike dhe në çdo nivel. Ju lutem, nxirrni mësimet e vyera nga të gjitha sfidat apo pengesat që keni hasur, nga gjitha zhgënjimet, tradhtit, lëndime që keni pësuar nga njerëzit e juaj të afërt, nga puna, nga karriera, nga kolegët, nga vetjeta, apo qoftë edhe nga vetja juaj. Nxirrni mësime dhe lejoni që kjo e shkuar t'ju shërbej për diçka. Mos e çoni gjithë këtë të shkuar sfiduese të jetë hiç gjë, po nxirrni mësime nga ajo dhe shkëputuni nga e shkuara dhe guxoni të dilni jashtë në botë. Boll u fshehet te guaska juaj e famshme që strukeni gjithmonë dhe nuk lejoni askënd t'ju shikoj për atë të cilën ju jeni në të vërtetë. Dilni jashtë në botë, guxoni të shprehni. Shikoni që janë veshur me nuancat e blus, ju keni probleme me throat chakra, me chakrën e fytit. Ka ardhur momenti që të dilni nga guaska juaj dhe të shprehni zërin tuaj, se si e shprehni ju zërin tuaj, kjo është ajo çka ju duhet ta gjeni, sepse shumë personale për secilin prej jush. Për dikë duhet të jetë të shkruaj një libër, për dikë duhet të jetë thjesht të udhtoj, të dalë atje jashtë në botë, për dikë tjetër duhet të jetë të bëjë ndonjë art, për dikë tjetër duhet të jetë të vishet në një formë të caktuar. Pra gjeni formën se si duhet të shprehni emocionet e juaja atje jashtë, me veten tuaj, me kreativitetin tuaj.
Një cikël shumë i rëndësishëm në jetën tuaj do mbyllet këtë vit dhe një botë e re, le t'i themi, do rilindi për ju. A jeni gati ju të rilindi një botë e re nëpërmjet jush? Ndoshta disa për jush duhet të udhtojnë në disa vende të caktuara ose do bëjnë udhëtime të gjata dhe ky vendi ku do shkojnë, ky vendi i ri që do vizitojnë, do i japi të gjitha atë qartësinë, reflektimin e nevojshëm që ju të kuptoni me veten tuaj se çfarë bote të re duhet të filloni me veten tuaj. Është shumë e rëndësishme udhëtimi për ju, jo thjesht udhëtimi fizik, se për disa mund të jetë dhe udhëtimi brenda zemrës së tyre, tek porta më e shenjtë që ne kemi apo te tempulli më i shenjtë që ne kemi në brendësinë tonë që është zemra jonë. Jeni shumë të hutuar tani se nuk po më lini do të flas aq lirshëm sa do doja. Keni 1.000.000 fotografi dhe vizione që po qarkullojnë në energjinë tuaj dhe në mendjen tuaj tani. Ju lutem qetësohuni, merrni gjërat me radhë, me ngadalë, pa stres. Jepini hapësirë vetes, çlironi të gjitha karmat e së shkuarës, çlironi çdo gjë që nuk ju nevojitet më në botën e re dhe jepini një shans dashurisë të shfaqet në jetën e juaj në forma të ndryshme. Shumë prej jush do takojnë dashurinë e jetës, shumë prej jush do arrin stabilitetin në dashuri, shumë prej jush do njohin partner të ri në biznes apo ortak të ri në karrierë. Jini të hapur ndaj dashurisë. Dashuria do luaj një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj për gjatë vitit 2026. Të gjitha të konfuzion që keni, ushqejeni me dashuri, lëreni dashurinë të hyjë në mes të konfuzionit dhe do merrni të gjitha përgjigjet që ju keni nevojë. Sepse përgjigjet që ju kërkoni atje jashtë në botë nuk janë atje jashtë në botë, por janë në brendësinë tuaj. Lejoni unitetin, harmonin, balancën. Keni shumë nevojë për balancë këtë vit. Balanconi energjinë femërore dhe mashkullore brenda jush, dritën dhe errësirën brenda jush, balanconi jetën personale me atë profesionale dhe nëse ju arrini të gjeni balancën brenda jush këtë vit dhe lejoni dashurinë dhe intuitën të jetë drejtuesi juaj për gjatë këtij viti, më besoni që do keni shumë sukses dhe është njësoj sikur do keni botën në këmbët e juaj. Okej, jo në kuptimin negativ që do shkelin të tjerët me këmbë, por që bota do tërhiqet nga veçantia, nga magjia juaj dhe gjërat do ju ecin më lehtësi. Por çelësi është dashuria dhe largoni konfuzionin. Tani kalojmë tek paterna që duhet punoni apo të fokusoheni për gjatë 2026-s. The Mist. Tani jeni në mjergull, ju a thash që në fillim që jeni në konfuzion dhe ju duhet të shëroni këtë konfuzion këtë vit. Si mund ta bëni ju këtë gjë? Ju a kam thënë tashmë, po duja përsëris përsëri. Ju kam thënë që besoni intuitën tuaj, keni një busull brenda jush, aktivizojeni këtë busull nëpërmjet intuitës tuaj dhe lejoni zemrën t'ju drejtoj. Kjo është gjëja më kryesore që ju duhet punoni me veten tuaj për gjatë 2026-s. She who flows. Jini të hapur, lëreni ndryshimin të ndodh, lëreni ato mësimet karmike të pranohen nga ju, të përqafohen dhe të lëvizni përpara, lëshoni ato që nuk ju nevojitet dhe vazhdoni ecën përpara, rridhni lirshëm me rrjedhën e jetës tuaj. Mos shkoni kundra rrymës së jetës tuaj. Si është ajo shpreha, rridh si ujë. Kështu duhet të rridhni dhe në ju në jetë, kështu duhet të ecni përpara në jetë. Mos e bllokoni fatin tuaj, mos e bllokoni your destiny, po përqafojeni atë dhe merrni në kontroll jetën tuaj duke qenë të hapur ndaj ndryshimeve, sepse çdo ndryshim ndodh për ju. Nuk ju ndodh juve që t'ju shkatroj, po ju ndodh juve që t'ju thyej dhe t'ju bëj një version më të shndritshëm, më të mirë dhe më të vërtet.
Karta e fundit është Isle of Avalon. Ky vit është viti që ju fokusoni te shërimi juaj, te zemra juaj, shëroheni në nivele të ndryshme, transformoheni në nivele të ndryshme, sepse asgjë e mirë nuk ndodh dhe nuk vjen drejt nesh nëse ne nuk përqafojmë transformimin dhe nuk përqafojmë shërimin. Këtë vit është ai viti që ju ktheheni tek brendësia juaj, gjeni shtëpinë brenda jush, gjeni një botë të re brenda jush. Jo thash dhe që në fillim që një botë e re do lindi për ju. Por bota e re kërkon gjithmonë shkatrimin e botës së vjetër dhe a jeni ju gati të shkatroni, të transformoni dhe të shëroni veten, të lini pas çdo gjë që nuk duhet të vijë më në botën e re? A jeni gati ju për këtë gjë? Është totalisht në dorën tuaj se çfarë doni të bëni. Ky nuk është thjesht, nuk është parashikim. Kjo është një lidhje me një realitet të mundshëm për ju. Këtë bëj unë këtu, unë po një them realitetin e mundshëm për ju, po ju e keni në dorë që se këtë realitet e bëni të mundshëm real për ju apo jo, se punën për ju nuk është se do e bëj unë apo dikush tjetër, duhet ta bëni ju. Dhe një mesazh i fundit që ka shpirti juaj për ju është Oja Storms. Lëreni stuhi që ndodhin në jetën tuaj të marrin me vete çdo gjë që nuk ju shërben. Lëreni të shkuarën të shkoj, shprehni dëshirat e juaja, qartësoni me veten tuaj se çfarë doni nga kjo jetë dhe shkojeni dhe merreni atë që ju doni dhe meritoni. Por duhet të lini pas të shkuarën. Ky është viti që ju guxoni me veten tuaj të rilindni një realitet të ri, një botë të re dhe të ecni në një realitet që është në harmoni me mendjen, trupin, zemrën dhe shpirtin tuaj. Lëreni të shkuarën të shkoj, nxirrni mësime nga ajo shkuar dhe guxoni të ecni përpara, kësaj herë në një botë të re, në një botë më të paqët, në një botë të mbushur me dashuri, harmoni, balancë dhe me çdo gjë që ju dëshiron shpirti juaj i bardhë. Ju uroj një vit të mbar dhe do shihemi në guida të tjera. Paçim.